ishte mur të ulkonja, për mejdanun si Stromullit, ma si sham kje për dhe Troja. E atje larkë po ka Urali, në breto breshtat larta, si lishkjau, si shkerpe mali, tu e kërkue për mollat tharta. Kur në këto vise të Balkanit, të partan pelazgët e motit, gjanë e gjallë kullocin planit, qëtë ingicin fush të Zotit. Kishin vrone liqë të mbara, e gjatë shtegu qytetnimit, ishin shtyat a largë për para, që në pranver të ruzullimit. Pri ka filzën riba e verit, e mbezut veshu gjineshtra, Fis ma të vjetër ku nuk ka, se ashtë ky fis të zaj shqiptarit. Agoj dita, qohi bura, o luan të arbnis, trimmat hekurt por si zana, shkel një vargjën të robnis, dhe nduar të e flakruet shentin flamur ku qezi, jep një dorën shoqit, lidh një besë dhe miqësi. për shqipni djen, për shqipni, mos duronit huajnë kam, si një fis e një vllazni, mbroni vendin, plan me plan. Pesë shekullit, a mjaftojnë në nëzirë dhe tirani, mjaftë mirime e potera, ty me mirë kur të qërë tani, e gjallis jam brini dita, jenë vraponi, koha spret, shrepi djelli i liris, zani kombit po ju tret. E pas këtyre vargjeve të mrekullueshme të shkëputur nga lahuta e malësisë të madhe Gjergj Fishta, të quajtur ndryshe dhe si Iliada shqiptare, si dhe vargjeve aq të bukura të Kristo Floqit me poezinë Hymni i Djelmërisë. Hapim këtë konkurs letrar kushtuar 100 vjetorit pavarësisë të kësaj dite kaq të shënuar për gjithë popullin shqiptar të kudo ndodhur. Ditë e cila erdhi si rrjedhoi e luftrave të vazhdueshme burrore të përgjithshme, si dhe të përpjekjeve intelektuale të aq burrave mendjedritur shqiptar, të cilët bën të mundur ëndrrën e shumë plejadave shtetin shqiptar. Për ditën e sotme, mber gjithashtu edhe ditën e shënuar të ditës së çlirimit të qytetit tonë Durrësi. Si dhe ky vit përkon edhe me 65 vjetorin e krijimit të qendrës kulturore të fëmijëve Durrës. Atëherë, e le të nisim konkursin e krijimeve letrare në ese dhe në poezi, të organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe drejtoritë e shkollave 9 vjeçare të qytetit tonë, të cilat meritojnë një duartërkitje të fortë. Po duhet të theksojmë që në fillim se prurjet këtu kanë qenë aq të mëdha sa ata që do të deklamojnë në skenën tonë sot janë thjesht një përzgjedhje krejt rastësore. Pra nuk do të jeni që të gjithë. Duartërkitje patjetër. Më lini që të prezantoj bllokun e parë, i cili do dalë përpara jush me interpretimet e tij. Në fillim do të filloj me esen e nxënëses Relisa Morina, e cila është një përfaqësuese e shkollës Vasil Ziu. Bravo. Më pas do të vazhdoj me një poezi nga nxënësja Enisa Goma, shkolla Shaqi Pasleku. Dhe interpretimi i fundit i këtij bloku të parë do të jetë nga nxënësja Anisa Deda, e cila do të si nxënëse e shkollës Nën Tereza. Një duartërkitje. Ne më presim në skenë. Në 100 vite pavarësi, zgjoni dëshmor, zgjoni dhe gëzoni bashkë ne. Sot atë u lash të shipes feston ditën e madhe, 100 vjetorin e pavarësisë. Zgjoni dhe shihni si valvitet krenar flamur i kuqësi, ai flamur i larg nga gjaku juaj, nga gjaku që veti për rëndësishëm në gjyrën e tij. Çdo popull respekton, mbron dhe ka një histori për simbolin kombëtar. Të Radio Popu që sakrifikuan jetën për të mos e përdosur simbolin kombëtar. Gëzohu më bashkëpëri, gëzohu për 100 vite të
shtrenjtëves, trimëri e dashuri. Gëzohu atë e im, sot në këtë ditë të madhe, ka lëvitet flamuri krenar, e sot, si shumë qenë me radhë, para teje gjunjëzojnë në përkullën mbi tu. Ata përkullen me respekt e dashuri. Një individ që jam i sigur që njihet dhe jashtë Shqipërisë. Pavarësia e Shqipërisë sot i mjaft që sot njihet si vendi shqiponjave, si vendi burrave prenarëve punëtor, si vendi i cili është një pjesë shumë të vogël në botë, por që për të gjithë ne mbark një rëndësi të madhe. Një vend që për të Mirë Madani, shkolla 14 nëntore. Më pas, mese Anita Ahmeta, shkolla Bedrije Bebeziqe. Dhe fill pasaj me poezi Ema Shahinish nga Kolegji Enejta. I mirëpresim në skenë. Flamur kuqëzi që përval vitët në Shqipëri, është shenja kombit tonë që përdohet për gjithmonë. Nuk zero të rejkë Shqipëria, nuk ndërrohet këmësia, nuk preket flamur shqiptar, se me gjak e kemi larë. E do shenjë ku jemi krenar, kemi qenë ne të parë. Nuk ka serb, grek apo tjetër, që të mohoj këtë popë të vetër. Faleminderit. Ka dëshirë na përshëndesi me këngën e cila mban titullin Xhamadani Kuq si Kaku apo Via Via, si është? Atëherë le ta këndojmë gjithë bashkë këngën dhe ta mirëpresim Blerë me duar trokitje. Jump,
gjitha duart rokitjet. Do të prezantoj bllokun e tretë. Vjen me një ese Patricia Qazimi nga shkolla Iliria. Më pas me një poezi Doriana Liu, shkolla Jusuf Tuka. Basti vjen me një ese Alion Cerloj nga shkolla Vicenc Prendushi. Mirëpresim së Po këtë rast që kanë bërë, se të këta jemi ne, këngëtarët e më krejnë që në merë këto. Të gjitha shtetet shqinje, në shajnë nga loj pseudonimesh, por ne bëjmë një veshur dhe vazhdojmë t'i përulemi e të shkojmë në shtëpit e tyre për të qenë shërbëtorët dhe sluegërit e urejtës dhe ta. Gjërat për të cilët kanë folur e kanë shkruar të gjithë, ta dhe popëve që s'na duan, atyre që na përçmojnë e na kështrajtojnë. Më thanë që këtë shkruar të cilët të në jemi shumë për na. Kjo është viti që është falë për të gjithë shqiptarë. Është viti që bashkon zemrat e modit të shqiptarëve dhe të mundike të dëmëra evropiane. Duan të zhvillojnë të bëjmë vetën dhe brezat e ashëm. Dhe një mentalitet perëndimor, sepse të bëjmë ndërëm do të arrim të bëjmë revolucion të gjithë jetën shqiptare. Ky viti shëritën sjell për Shqipërinë hapjen e një rrugë të re e të nxitur dhe shekullit të ri, shekullit të
të thoshte, të gjithë prisin dimrin të sin të paqen. Ajo tokë thatë të thirrë të ujë, e bashkë me të gjithë të keqen asaj të shkuare. Prisin të vitin një stin e re, ku zogjt të këndonin ndryshe, ku lulet të qenin ndryshe, ku jeta të ishte ndryshe. Nëntori hedh dritë mbi errësirën e jetës për të rikujtuar historinë dhe heronjtë. Pishtarët janë ndezur e në dritën tyre lexohet liria e Shqipërisë. Superden e errët që nuk të lejon të shohësh lirë horizontin. Nga flakët e kështjellave të djegura, nga hakmarrja e çdo shqiptari, nga lotët e çdo nëne dhe nga dashuria për liri, do të lindë e ardhmja, ku do ndihi prania e saj. Sot erdhi kjo ditë, trokiti e ardhmja, ngrije kokën lart nëna jone e bukur dhe hiqi rrobat e zis, sepse sot mbush shekullin e lirisë. E di, ende toka jote nuk e ka tretur gjakun e bijëve të saj, por flamuri i balon mbi trojet e tua. Ai flamuri i lirisë i ndërtuar nga gjaku dhe jeta e çdo shqiptar. Me këto e se të fundit, mbyllim të aktivitet dhe erdhi momenti shumë pritur. Mirëpresim në sken. Erdhi pikërisht momenti i ndarjes së çmimeve dhe mirëpresim në sken Përgjegjësin e sektoreve të arteve, zotin Shërim Kume. Festa dhe faleminderit shumë për këtë bashkëpunim kaq të mirë që ne gjithmonë në përishtë të kemi pasur në shkolla të qytetit dhe për seriozitetin në cilin të eci këtë aktivitet dhe gjithë bashkëpunimin. Atëherë për të përshëndetur unë po tras drejtoresën në qendrës tonë kulturore, zonën Gladiola Busolla. Atëherë, faleminderit gjithëve, e përsërit edhe një herë gjithë jeni fitues, vërtet na kënaqet me krijimet tuaja. Ju duar trokas dhe ju uroj gjithë mirat. Suksese në shkollë, ju duar që të keni në arsi, ju duar që të keni në kulturore të fëmijëve, e cila është këtu për të shërbyer të gjithëve. Falenderoj edhe një herë të gjithë drejtuesit, të gjithë koordinatorët e shkollave, të cilët ishin përgjegjës për këtë aktivitet. Falenderime nga zemra, jemi gjithmonë mirëpritur qendrën kulturore të fëmijëve të Durrës. Atëherë, për të filluar me shpërndarjen e çmimeve, ftojmë edhe zyshën e letërsisë. Atëherë, Komisioni i punimeve të pikturës, pasi i pa këto punime që erdhën, vendosi që me çmimin të tretë i jepet Zade Berisha. Po pra çmimi i tretë, sepse ishte bashkëpunim, është Angela Leshi. Edhe një çmim të tretë, Egla Mera. Çmimi i tretë, Roksar Manzi. Çmimet e dyta. Me çmim të dytë është Angela Tola. Tjetër çmimi i dytë vjen për Kleta Veseli.
Po, ja ta presim. Dhe çmimi I parë I jepet Florida Zemra. Çmime të ose vlerësim për pjesëmarrje. Unë do I përmend një Atëre, çmimi I tretë për esen më të mirë e merr Engji Fuxhi. Me çmim të tretë, Albiona Musabelliu. Evelina Castrati. Çmim të dytë, Edna Salilari. Relisa Morina. Me çmim të parë për esen më të mirë shpallet Elion Sërloj. Të tjera për pjesëmarrje, po për efekt kohë, sepse ka dhe aktivitet, do vazhdojmë me E poezisë me çmim 3, Patricia Qazimi. Sara Arkaxhiu. Mirand Vinosi. Me vlerësim për pjesëmarrje në poezi, Algerta Gjoki, Anila Ahmetaj, Eida Osmani,
për pjesëmarrjen dhe mirë ta njohshim në aktivitetet tjera.